vi nga një familje prej 7 të pushkatuarve në familje. Cila është historia familjes? Nga është familja? Familja ime është nga Kolonja. Nga cili vend në Kolonjë? Gjyshi im është Myslim Kodrasi. Po. Ka shpërthyer burgun e Gjirokastrës në atë kohë dhe ka marrë 101 plumba në këmbë. Dhe në asaj kohë i thoshin Çalanoku i Kodrasit. U pushkatua. La 3 fëmijë. Që është historia babait, më trego pa? Babai tim u arrestua në 71-shin. Sa U vjeç bë ishte? reprezalje 24 vjeç. Unë kam qenë 6 vjeçe. Ti e mban mend kur u arrestua babai? Po, e mbaj mend. Më trego pak atë ditë, si të kujtohet? Apo natë, çfarë ishte? Atëre, kam pas maman time të operuar nga nervi shiatik. Dhe në shtëpinë tonë ishte e shtrirë. Babai tim punonte në ndërtim, bëhet mbledhje në fshat, kur u arrestua babai tim. Dhe unë si fëmijë që isha, babai nuk më ka parë në atë kohë kur e arrestuan. Dhe Po ti e pe babain kur e unë e arrestuan? pash. Dhe Çfarë mban mend nga ai moment? mbaj mend, vete i the mamas, babi iku mami në punë, iku me xhip. Mos ta, kam shumë vuajtje. Dhe mami kanë qenë femra vërtet sokolesh. E vishte, se ne i themi në anët tona kapot, palton, për 7 ditë me radhë, dhe njerë më merrte mua në spaqë të mirë ditës, njerë merrte vllai. Dhe në atë kohë ka qenë. Me sa vjet u dënua babai? Babai tim u dënua me 12 vjet në fillim, Me çfarë akuze? sepse ishte i biri i Myslim Kodrasit, Agitacion propagandë? agitacion propagandë. Dhe është i vetmi kolonjar që ka bërë 2 vjet e gjysmë me tusi. Kur ka dalë në gjyq, kalama, mbaj mend, një i vdekur ka pas qere, po babai tim jo. Edhe një dyshek që ja kishim quar, e ka marrë mami im të gjyshi lekët, nuk ja kishin dhënë për të shtrirë kockat në biruc, po flinte në qimendo. Sa fëmijë që ti kur u arrestua babai? Unë jam motrë e vetëm dhe një vlla kam vetëm. Sa ishte vllai kur u arrestua? Vllai ka qenë 2 vjeç e gjys. Linda, kur kam qenë në Spaç para një viti, më ke shkruar një mesazh shumë prekës, të cilin edhe tani kur e kujtoj është shumë emocionues, shumë drithërues. Për momentin që mban mend ti si fëmijë kur ke shkuar në Spaç. A mund na tregosh, janë gjendet na tregosh? Patjetër. Kalonim rrugë, kalonim, flinim në Reps, në Rëshen, dhe ipnim bisaurelat e Kromit. Dhe kishim takuar një takim special me babai, me që mami na merrte neve njerë mua njerë vllai, po babai tim më ka pas pikë të dobët, si që bëjmë baballarët për vajzat. Nuk na la në takim special, kemi fjetur gjithë natën në barak, ujit shkonte në të, kishim një dras, mami ka hequr kapotën nga kratë e saj dhe më ka mbuluar mua. E shikoja që dridhe gjithë natën, dëgjonim brita, ndal, me zi prisnja që të gdhijej mëngjezi. Kam qenë 9 vjeç në atë kohë, me zi prisnja të gdhijej mëngjezi se më kishte marrë aq shumë malli. Më përpara, para një 4 ditësh kishte ndodhur një revolt në Spaç. Nuk na lan as tek ajo dritarja që të takoheshim. Edhe i thot gardianit, i thot babai tim, aman i thot më lër ti marr erë vajzës në gush, i thot, pale të vdes tani më pushkatoni, i thot. Nuk na la, ju lutaj shumë sa, nuk na la. Edhe ajo skem nuk do më harohet gjithë jetën e jetës në breza me radhë. A i zgjati buzët në tela me gjëmba dhe e mbulovi gjaku. Unë atë gjakun ati nuk do të haroj, deri të vdes që ti vete pranë, gjerë të vdes, e mbulovi gjaku. E ka të rrequr zvar baban tim. Edhe u dënua përsëri në burg. Kur doli nga burgu babai? Babai ka dalë në 91. Mua më ka gjetur të martuar me burrin që kam sot, dhe nga ana e burrit jam më keq se nga ana ime.
persekutuar. Të persekutuar. Protoduarët e famshëm të Beratit. Dhe edhe sot, i më shoj që ka marrë vetëm 2 koste nga djersë e babajt. Nuk është që të marri djersën e babajt, po të marri moralin që na takon, të marrim atë vuajtjet e fëmirisë tonë, të marrim dignitetin e prindërve tanë, të marrim dignitetin atyre që na kanë pushkatuar. Prandaj sot ka moralin të them që shtëpia jonë je vetëm ti dhe do luftojmë sa të kemi jetën për lullëzim bashkë. Unë ju falenderoj për këtë zemër të jashtëzakonshme që keni, sepse vuajtjet jo vetëm që nuk ju kanë poshtur, po ju kanë fisnikruar dhe jeni pa diskutim pasqyra e shpirtit kombit, e pjesës më të mirë të shpirtit kombit. Dhe unë kam për krenari dhe privilegj të jem krahun tuaj e të ftoj me ju, për të përndjekurit politik dhe për çlirimin e shoqërisë shqiptare nga makthi i një borxhi të pashlyerë. Dhe për këtë më keni e do më keni në krah derisa ky të quhet një mision i realizuar. Faleminderit.